Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. E kemi një musafir jashtëzakonisht të madh, profesorin e medresesë, profesor Ahmed Sadriu. Unë me Gjef ja kisha lëshu kursin, profesor, Allah i nderuft. I jemi mirënjohës profesorëve të medresesë për kontributin që kanë dhënë, dhe ne, breza të ri, hoxhallarë të ri, jemi rezultat i punës së tyre, i dijes së tyre, i kontributit të tyre. Profesori ka qenë profesori gjuhës arabe dhe ka qenë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Dhe tashmë ka dhënë në pension, i dëshirojmë fat, shëndet dhe prej neve mirënjohje deri në ditën e fundit. Të ndershëm vëllezër besimtar, ne jemi duke biseduar në lidhje me 5 shtylla mbi të cilat ndërtohet shoqëria. Dhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm kemi mbërri ligjërat pas ligjërate, fjalë pas fjale, kemi mbërri te shtylla e 5 mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Sa po rikujtim kemi thënë shtylla e parë mbi të cilën ndërtohet shoqëria është besimi. Nuk ka shoqëri pa besim. Nuk mund të arrihen qëllimet më të mira të jetës pa besim. Besimi është preambula nga e cila niset jeta. E dyta kemi thënë për shtyllave të jetës shoqërore është edhe dija. Pa dije nuk zhvillohet shoqëria. Nuk arrihen qëllimet e jetës pa dituri. Dhe kemi folë gjëra gjatë për këtë çështje. E treta për shtyllave të jetës shoqërore kemi thënë është puna. Zoti i Madhërisëm ka thënë Kur'an, unë e kam krijuar njeriu prej toke dhe kam urdhëruar që ndërton atë. E jeta kësaj bote, toka dhe ata që ndërtohet mbi tokë pa punë nuk arrihet asgjë. Për këtë arsye puna është një prej shtyllave mbi të cilat ndërtohet shoqëria. Dhe e katërta që kemi folë në dersën e fundit, kemi folë për durimin, e cila është një prej shtyllave që ja mundson njeriu të arrijë qëllimet më të mira të jetës. Sepse ka disa gjëra që s'arrihen ndryshe vetëm përmes durimit. Dhe kemi folë gjëra gjatë. Dhe sot e fundit prej këtyre 5 shtyllave mbi të cilat ndërtohet jeta, të ndershëm vëllezër, është drejtësia. Zoti i Madhërisëm i ka lënë disa kritere për të qenë njeriu i suksesshëm në jetën e bote. Për të ndërtuar pa frikë familja dhe shoqëria në përgjithësi. Ka lënë Zoti i Madhërisëm disa rregulla, kush prej njerëzve i respekton, i zbaton, i çmon, i vlerëson, ajo shoqëri jeton e lumtur dhe arrin qëllimet më të mira të mundshme. Dhe një prej këtyre shtyllave fundamentale që flet Kurani famullar dhe folin hadithe pejgamberit është drejtësia. Të ndershëm vëllezër, sa për hyrje, Zoti i Madhërisëm thot në Kur'an, o ju të cilët keni besu, bëhuni të drejtë, qëndroni besnik drejtësisë. Edhe nëse ajo drejtësi shpeshherë është në kundërshtim me ambicet tuaja, është në kundërshtim edhe me rrethin familjar, dhe është në kundërshtim edhe me shoqërinë në përgjithësi. Pra Zoti i Madhërisëm fton që njeriu, shoqëritë në tokë me ju përmbajt drejtësisë, sepse nuk ka mundësi një shoqëri me jetu e lumtur, e qetë, progresive, në rast se në atë shoqëri nuk ka drejtësi. Vëllezër të ndershëm, sa për hyrje, Ibn Khalduni thot se kur flet për drejtësinë dhe padrejtësinë në tokë, thot padrejtësia në tokë është thirrje se e shoqëri përfundon shpejt. Dhe jep një shembull shumë interesant. Thot keni pa kur thirr ezani, i cili lajmëron se ka orkuar namaz dhe njerëzit shpejtojnë me fal namazin. Ka thonë padrejtësia është një farë lloj ezani që i lajmëron njerëzit se ajo shoqëri e ka fundin afër. Pra, kur do herë që përhapet padrejtësia në tokë, kur do herë që në një familje nuk ka drejtësi,
qo familje ngushtë apo e gjanë. Kur do herë që në një institucion nuk ka drejtësi, ajo është thirrje se fundi është afër. Sepse Zoti i Madhërisht e ka vendosur si kriter drejtësinë mbi cilën duhet të ndërtohet shoqëria. Dhe nuk ka asgjë më të rrezikshme, më të keqe që mund të arronon shoqërinë më shumë se sa padrejtësia. Por këtë arsye Allahu Azza wa Jalla na fton dhe thot: o ju të cilët keni besuar, përmbajeni drejtësisë. Është transmetuar një fjalë prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili thot se Zoti i Madhërisht do t'ja zgjat jetën në tokë shoqërive të cilët janë të drejtë, edhe nëse ata nuk kanë besim. Dhe do t'ja përshpejton jetën, fundin e jetës, shoqërive në tokë nëse janë të padrejtë, edhe nëse janë besimtarë. Pra, nga njerë i ngatrojmë çështjet në muslimantë. Nuk i zbatojmë kriteret me cilat Zoti i Madhërisht e ka ndërtuar jetën. E kur nuk i zbatojmë kriteret dhe dështojmë, pastaj kërkojmë fajtor dhe shpesh Zoti na ruajt, e fajsojmë edhe Zotin, pse s'po na ndihmon këtu, pse s'po na ndihmon atje. Harrojmë se ne e kemi rënuar në themel parimet mbi të cilat ndërtohet shoqëria. Pra drejtësia të ndershëm vëllezër është parim mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Besimi e mëson njeriu me dash drejtësi, kurse drejtësia pastaj ja mbrojnë njeriu të parimet e jetës. Feja, imani e fton njeriu, e thirr njeriu, e nxit njeriu, e motivon njeriu me shku drejt drejtësisë, me dash drejtësinë, me promovu drejtësinë, me mbroj drejtësinë, me konsolidu të drejtën. E pastaj kur drejtësia konsolidohet, aja bëhet dig e fortë, e cila e mbron pastaj jetën e njeriut, pasurinë e njeriut, moralin e njeriut, e kështu me radhë. Pra kjo është koncepti i Islamit se i përket drejtësisë në sipërfaqe të tokës. Vëllezër të ndershëm, kur është në pyetje drejtësia, Zoti i Madhërisht na urdhënon që të jemi të drejtë edhe ndaj atyre që ndoshta nuk kanë simpati për neve. Por mos me shku larg me thonë që në drejtësi do të kemi ndaj atyre që janë kundra nesh. Bile me një surë Allah Azza wa Jalla na thonë Kur'an: "Wala yajmannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu." Dhe mos ju ndërpret, mos ju ndal pe drejtësisë urrejtë që keni mes veti. Edhe nëse dikush të urren ose bën gjëra të tilla, ti e ke për obligim si musliman me qenë i drejtë. Nëse ti për të rasti me gjiku drejt, do me gjiku drejt. Jo me ndiku prej rrethanave të kohës, ose prej armiqësisë, ose prej konteksteve që kemi njëri me tjetrin, e pastaj me rënu drejtësinë kur pyetje dikush tjetër. Pra në rrethana të tilla ku mund të mos pajtohemi mes veti, ose dikush ka antipati ndaj nesh, ne përsëri duhet jemi të drejtë. Dhe historia islame vëllezër është me plot argumente, të fillu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj te shokët e Resulullahit, e gjëratat në vijim se si muslimanët kanë qenë të drejtë edhe ndaj atyre të cilët ndoshta si kanë dashur muslimanët ose kanë pasur urrëtie ndaj muslimanëve. Ne shpeshherë kemi thënë nuk mundemi me imitu Resulullahin, sepse ai është përgatit për i Zotit Madhërisht dhe në situata të ndryshme kanë dashur me dëshmu që dërguari i Allahut. Mirë, po ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të paktën ti përngjajmë shokëve të Resulullahit. E pastaj shokëve të tij, e kështu me radhë. Dhe të mas pari ta duam drejtësi në familjet tona. S'mundim ja dash drejtësi ndikujt nëse se do ti për veti. Nuk mundesh me ndërtu ti familje të shëndosh nëse ti se do drejtësi për veti. Pra në radhë parë dush me dash drejtësinë unë dhe ti për vetën tonë, e pastaj familjen dhe rrethin ku jetojmë. S'mund kërkojmë për dikujt me qenë i drejtë për neve, nëse ne nuk kemi të drejtë për te. E Rasulullah e dha shembullin më të mirë se është i drejtë për veti, edhe pastaj drejtësinë e vendosin në vendin e duhur, edhe nëse ishte kundra tij dhe kundra familjes së tij. Dhe shpeshherë keni dëgjuar për xhallarëve të respektuar hadithin e ngjarjen interesante, pasi që të zbresin ajetet e
e ndëshkimit për ata që vjedhin, ndodh një ngjarje interesant. Vjedh një grua e një fisit të famshëm të asaj kohe. Mirë po ajo gruaja emrin Fatime. Dhe Fatime ka pas emrin vajza e pejgamberit sa. Edhe shkon lajmi pejgamberit se një Fatime ka vjedhur. Mirë po Rasulullah nuk pe din kush. E di çka tha? Vallahi than kofte bia jam ka me gjiku. S'ka falje. Dhe me kalimin e kohës po I thojnë nuk është vajza jote. Thotë është vajza një fisit të madh. I një njeriu me autoritet. Dhe tha me ja fal, mos me demasku, mos me publiku. Tha se kanë familje me autoritet. E di çka tha Rasulullah. Tha ato që janë kanë para neve që janë shkatru. Kur ka vjedh I varfri e kanë gjyku. E kur ka vjedh I pasri e kanë fal. E thonë mi dërguar I Allahut. Unë nuk bëj dallime mes atij që ka autoritet dhe atij që s'ka autoritet. Mes atij që ka familje të gjanë dhe atij që s'ka familje të gjanë. Mes atij që ka mundësi me mbrojt vetë dhe atij që s'ka mundësi me mbrojt vetën. Pra drejtësia vëllezër nuk ndërtohet ndryshe, vetëm duke dashur më sparin për veten tonë, edhe nëse bjen në kundërshtim me ambicet tona, ne duhem ta duam drejtsinë. Nëse shifmi dhe analizonin aspektin sociologjik, pse shoqëritë islame kanë ardhur në gjendje, një prej shkaqeve pse jemi në çështë gjendje është sepse ka humbur drejtësia mesin e tyre. Një prej shkaqeve pse jemi sprovuar në këtë shekull dhe jemi të tillë është sepse nuk ka drejtësi në mesin tonë. I kena prish kriteret që ka vendosur Zoti më drejtshëm. E pastaj e akuzojmë kohën, rrethana të tjerë se ne nuk po shënojmë progres, nuk po zhvillohemi sepse dikush na pas ka faj. A në realitet faja është e na. Për këtë arsye na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dash drejtsinë. Vëllezër të ndershëm, është transmetuar ngjarje të shumta prej Omerit radhiyallahu anhuma. Tregohet një rast, Omeri ka qenë halife në atë kohë. Edhe I dërgon dy prej sahabëve, që me thonë guvernator në shtetet të ndryshme. Njëri ka qenë në Egjiptin e sotshëm, e tjetri ka qenë ka Siria sotshme. Dhe njëri janë kohët prej guvernatorëve. I shun letër Omerit të Omer, thot janë përhap të këshia të në shoqëri. Njerëzit janë bërë të vrasht. Thot kam fillu mës me pas sigurinë atë vend. Am lejon thot kam buxhet që ta rrethoj Selien ku rri unë. E të marr rojem me mbrojt për poplit. Edhe vjen letra Omerit. Omeri e zon letra ja kthen me dy fjalë. Thot rrethoje Selien ku rri me drejtësi. Nëse do me pështu për poplit tanë. Thot ti ke ba pa drejtësi poplit tanë, pastaj të ki frikë për ti. Sepse më shumë ti që I friksohet ai cili ban zullum njerëzve. Më shumë ti që jeton në stres. Vile lexova një studim një ditë çysh ndihet fajtori, edhe nëse se di ti. Por shkak dikush ka ba fajt, ka ba di zullum që ti nuk e din. Ku e dim njerëz që flasin më shmine? Ku e dim njerëz që marrin vendim për ty ku ti janë mundësia me marrë vendim. Dhe një studim tha ata që marrin, që bëjnë zullum, test psikologjik, nuk janë të qetë, kanë frikë. E Rasulullah e para 1400 vite ka thonë, ki frikë pa drejtësisë. Se pa drejtësia është që kanë që ka më të shemë për mrena. Mos I banë zullum njerëzve. As hapur, as pas shpine. Nëse ti pët mundësia, vendosë drejtësinë. Edhe pas ta I flenë rahat. Dhe kanë thonë, jastiki më I mirë që mund të kryon njeriu drejtësia. Sepse edhe nëse është jastak për I pambukut, e gjatë ditës ke ba zullum, në akşam ku të trash me fjetë dukës ku në thera. Sepse nuk të lenë pa drejtësia me fjetë rahat. Pra vëllezër të ndershëm ne duhet ta duam drejtsinë. Ne duhet jemi të drejtë mas pari me veten, me familjen, me shoqërinë dhe rrethin në përgjithësi.
për këtë arsye dhe për shkak të kohës, po e përmbylli këtë temë, kanë thënë e para, do të pas drejtësi mes burrit dhe gruas. Nuk mund të ndërtojmë familje, gjenata të sigurta, nëse ata shohin të prind pa drejtësi mes veti. Drejtësia fillon mes burrit dhe gruas. Haki mes tyre. Pastaj kalon në fazën e dytë drejtësia. Drejtësia i prindve ndaj fëmijëve dhe fëmijëve ndaj prindve. E pastaj vjen drejtësia në punë, në detyrë që ta beson ummeti, ta besojnë njerëzit. E pastaj vjen drejtësia dhe në aspektin social, shoqëror të përgjithshëm dhe vjen shkalla tjetër e drejtësisë, e cila ballavaçohesh në rrethana të ndryshme të jetës e ti dush me qenë i drejtë. Por ndryshe nuk ka kuptim besimi nëse këto parime shkilen ose nuk respektohen ose degradohen e kështu me radhë. Sepse Zoti i Madhërisht kriteret që ka vendos, ai nuk i prish për askënd. Ai ka thonë një popull që s'ka drejtësi, s'mund me arrit qëllimet e mira të jetës. Një popull që nuk e don barazin mes njerëzve, një popull që s'ka kritere në vlerësimin e njerëzve, nuk ka mundësi me arrit qëllimet më të mira të jetës. Pra ne duhet të bëmi të drejtë, sepse fundi çdo gjykimi kësaj bote një ditë do të kthehet te Zoti i Madhërisht, e pa drejtësia është beg i barë në anë me të cilën ka me shku njëri në ahiret. I thanë Omerit dhe për përfundoj, thanë cilën rruga me drejtë, oj khalife. Tha ose kush fiton, thanë këtë dunjoj khalife. Tha vallahi ku ne i vjen deka, edhe se ka ngarku tha shpinën me zullum dikuj tjetrit, tha lumja i për veti. E kush del prej kësaj bote me një barë ndaj tjetrit, qoftë fjalë, qoftë pasuri, qoftë diçka tjetër, vallahi thot ka shku me një pjesë të madhe, me një ngarkesë të madhe në shpinën e vet, e pasojë komi pas të mëdha në ahiret. Ne jemi besimtar dhe duhet ta duam drejtësinë, mas pari për veten, për familjen, për shoqërinë dhe nuk duhet me pas frikë nga e drejta. Ne gjithë mund gabojmë, por ne nuk duhet bëjmë përpjekje që ta mbulojmë të drejtën për shkak se një gabimi që mund ta bëjmë në kësaj bote. Drejtësia është themel, vëllezër të ndershëm, e padrejtësia është kazme që e rrënon themelin e shoqërisë. Tu pe përfundoj për shkak të kohës me vazhduan xhamon e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.